Tani më, ata janë dysha më karizmatike e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Por flasim për Loredanën dhe Jozin. Prajmin e mbrëmshëm, Loredana u surprizua nga mamaja e saj, por i çuditshëm ishte dhe reagimi i Jozit, ku donte ta takonte pa diskutim, derisa në një moment Jozi u dëgjua teksa tha, vdeksha unë për vjerën. Mes të qeshurave të banorëve dhe publikut, Ledioni e ka ngacmuar duke thënë se çfarë këngë do t'i këndoj tani vjerës. Jozi e kishte një perl tjetër në mendje. Do t'i këndoj këngën Më e mirë ëma se e bia, tha Jozi duke shkaktuar mjaft të qeshura. Nga ana tjetër, nëna e Loredanës deklaroi se është e kënaqur te masa me lojën e Loredanës dhe ndihet nëna më e lumtur në botë, ndërsa për Jozin ajo kishte këtë fjali: "Jemi shumë të kënaqur me të pas hyrjes së tij të dytë", duke deklaruar se tani më hatërmbetjet me Jozin i kanë lënë pas. Pas këtyre fjalive nuk mungoi as përqafimi mes ëndrit dhe vjerës. Na mbetet të presim se si do të shkojë ky rrugtim i tyre edhe pas përfundimit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri.